Miratimi për fondet e planit të ri të rritjes për Shqipërinë nga BE për kryeministrin Edi Rama është një shenjë e mirë në ecurinë e negociatave. Rama tha se kjo është koha kur BE-ja i duhet më shumë se kurrë Shqipërisë për shkak edhe të situatës gjeopolitike. Bëhet fjalë për 64.5 milion euro që vijnë drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë në 11 maj. Vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian. Kryeministri kërkoi votën në 11 maj edhe për të mos rrezikuar kërcënimin sipas tij të punës së drejtësisë. Të gjithë ata që si njerëz të degraduar dhe të dëshpëruar rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, u sheka radhën, u futën gjithë në burg etj. Duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Një koment ai e bëri edhe për drejtuesin e SPAK Altin Dumani. Altin Dumani ka të gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin tonë përballë sulmeve kafshërore edhe deri kundër familjes tij. Pse nuk kishte thirrur Altin Dumani atëherë ndonjë politikant i thosh hajde këtu tashti edhe më trego si është kjo punë. Po i dëgjon tani bufin ti që thot më jepni votën të shkris pakun, e dëgjon bufin se çfarë thot edhe për çfarë përbetohet kur flet për Altin Dumanin? Rama tha se zgjedhjet janë një moment historik për të mos humbur trenin e Bashkimit Evropian.